kur gjë nuk është procesi i përgatitjes pulës. Po çka është me vrapu mas pulës, me kap për me prej mandej dikush. Tash e kombinoj millin e misrit me mill të grumit. Diana, ki thirroj çikën iftar, si ki përgatit semen. Shpirt njeri, harresa është harres. Harron. Ju boft mirë, iftar të pranuar. Selam aleikum të dashur shikues të radio televizionit Iliria, kësaj herë prej shtëpisë teme, prej vendit ku nina më rahat në botë, edhe ku sot e kam kënaqësinë me i prit për iftar kolegët e mia të dashura. Ramazani ka që urtësi, ku njeri edhe përkundër angazhimeve të shumta, edhe përkundër lodhjes, prap ka vullnet me u bashku me njerëz të dashur, me njerëz të afërt, me kalu kohë, edhe dyqysh është një muj i dinamikës madhe, po që gjithmonë të shpresu në shpërblimin e Zotit, edhe për përfitimet, qoftë shpirtërore, po qoftë edhe fizike që i marrin për këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Sot i kam ftuar për iftar kolegët e mia të dashura, fitoren, vlerën edhe mirkën. Për iftar, këto kanë shpresu që unë kam e përgatit diçka, po ideja me ka qenë që gjithçka me fillu prej zeros, me përjashtim të ëmbëlsirës që nuk dasht me përgatit, po që këto nuk kanë kursy edhe këto ardh rrugës kanë marrë të agusholli, edhe në anën tjetër më kanë pru edhe hurme të sukerit. Vlerë selam aleikum, edhe të përqafi edhe një herë para shikuesve. Allah të shkam, amin edhe ti përftesën. E që ke ardhë. Amin. Dhe prap muhabetin kemi me bë për punë, po kena me kalu edhe shumë ambient i rahatshëm për ne, edhe ti shumë bukur po dukesh. Allah të shpërblet. Mirë ka? Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit që na ke fit. Allah të shpërblet që ke ardhë, që stash ki më përvir me bë sallatë, me fostu për nëse diçka. Pejone, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhe. Përndryshe pejonën e kam kujshike, edhe na bie shumë shpesh me nejt bashk, edhe kafën e mëngjesit e kena legjë me pinë 8, e fillojna ditën edhe e pim kafën e mëngjesit herë shpe, herë sheher. Tash, inshallah, bashkarisht kemi mundu me bani iftar modest. Në njërën anë me tregu që nuk është domosdoshmëri me u bo shumë të lashë kur thirr musafir për iftar, sepse fundja një luks kemi me mbush, edhe është kënaqësia e afrimit me njëri tjetrit e me kalu kohë bashk. Kështu që kemi bë disa ushqime modeste edhe inshallah me kalu bashkë mirë. Edhe mishin e kam shkri, edhe pedojmë në riska të holla, edhe inshallah kemi me përgatit me patate. Gone zakonisht sot merr kohë mi përgatit drekën, ose iftarin. Vlera, iftari dyqysh e ka, ja mi qatë komoditet vetës pak ma shumë me u vonu të përgatit. Për ndryshe të çështja e përgatitjeve, kogja jam një farë zjarë fiksi. Shpejt e bëj. Veç mas pitët, po sot dhe vendosa mos me bo pitët, tash të bojmë një të misrit, që mos me dhonë mesazh që duhet me konsumu shumë brumra gjatë Ramazanit, të më thonë që tu ke esenca, për ndryshe pitët i kam fort për zemre. Edhe që është të gatumja, po në anën tjetër, edhe të procesi i shpejt. Mrena orës me dasht mu mobilizu, pa e përfshi brumin që du të me lanë me pushu, se dhe ajo është një farë. Po që ajo koha ma madhja. Për ndryshe, mishi është i postërmës, në vazhdojna me erujt traditën. Fakt besimi është qaj që erun, këtë fakt pjesë e sonë si shamon me këtë qështje. Të shumë mirë. Me e prej vetë, me ditë, do me thonë qka po hanë, po tani dyqysh mënyrin direkte, kushtimisht na imponohet gjatë dimrit ma shumë mishi i koqë, se kur pekita një, sot dhe që poster me kodha të farë, është aja shpendarja, do me thonë mishet njëri ka qef më nderu ka pak dikën. Që ta ka me po pejonja, unë veç jëmë të rrëpë, se kjo ja ka zanodi që është pak me shtype, pak kajdi me marinu, kështë pak ma... A milon me pushu? Ma me pedantri, të ndryshe cila është njësia matëse e melmesave e kripës vlerët e te që shimo. Unë e zakonisht me tahmin. Me matjen me tahmin shkët. Njësia matëse e shqiptari tahmini. Tahmini. Kjo ka të farë.
Në jena gjeni, po. E di prafërsisht. A pëten qysh, do me thonë qysh i hojnë? Veç puna më e vështirë është nëherë kur dënë me angazhu fëmijët. Ma mëso me qitë kryp, ma mëso veget, ma më qka me bo. Për shkakun nëse donë veç me angazhu me diçka, kjo është më sfidë, që nuk den qysh me janë përshkru. Me thonë sot kapin durët, gishtat, ata janë më të vogël edhe i kanë durët më të vogla. Për ndryshe, mirë ka duhet më përgadit se ka mu vonu, se duhet me mësu punë. Vlera, unë kripën e Himalajeve e përdori, edhe kripën e trash. Po, që kjo tahmini? Po, që kjo është tahmini, të ashtë sa e ku bo nuk e di, po besoj që... Po, s'din për kujnja Për një diçka jo me sigur që me pak kryp se la. Po, më nëj... Gone qëto ekipa, që duesh në shtami... Po, Se shumë kryp. edhe besa jo rallë herë hina në konflikt me dokën për që të qështje. Me gjithë se mi ngu këta doktora din me të shashtri, se din njëri sen, bismillah nuk mundet me bo me hongër. Po, prapë se prapë... Se qysha i rekomandon? Do, me shumë pak kryp. Me shumë pak. Po. E shpesh herë imponona me bo me pak. E ke gjetën a përdor? Po, dhe gjetën, biberin e zi, biberin djekës pak, pejonja, Gone? pritën, Gone, ati... e kursen energjinë edhe vetën. Te edhe pse një trajnu me si psikologe me hesht, prapë s'non e shtu përkut. Tash këtë mishin e lom këtu me pushu, mbrapa kamerave pak e lëvizi kështë, mja shpërndoj ersa, edhe me këtë qishtje mirë pejonja. Një këta e lom, që se përdor këtë tikën e famshme që është dedikume për lapër? A që ke marrë dorën? Jo, se s'dim kërë. Se prejnë edhe këto dhe nga pjesën tjetër. Unë ndryshe lakrin e kuqe e kam shumë për zemre, edhe shumë e shëndetshme. Gone, kur je martutja ke di, me përgatit? Ka pas mjaftu shumë kush me përgatit, Okay. po disa gjëra i kum dit, disa i kum shumë. Mirë ka, atë pëlqen kështu me përgatit? Po, zakonisht, po, veç vikendëv, shkakës që... Jam punë edhe kakësh me... Jo, për ndryshe ti përgatit shumë mirë në e di. Se Po, të po kështu në për që në dërgom foto ka njëherë. snapa. Snapa. Qështu ka, ki gona mja heket për ka posë. Kjo është shumë e bukur. Spajs. Këtu i qes kryp trash dirë. A po, me që përzimi pa? E unë i qëtë zveket, ma shumë, po okej. Kur gjë nuk është procesi i përgatitjes pulës. Për shka është me vrapu mas pulës, me kap për me prej mandej dikosh. Gone, unë qëto i përfundova. Oke, dirë, unë jam të bogati me... Kryp veket, dhe bërë kuq, pak uj edhe pishtim tur. Oke. Përsa i dhe në vlerë në fundë të Baba në të 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 zakonisht. Së shumë ma shumë. Të shkru vlera vish me najtu punu, të gatu. Tash e kombinoj millin e misrit me mill të Kja na grubit. ki thiroj që keni iftar, që si ki përgatit semen. Shpirt njeri, harresa është harres. Harron. Për ndryshe, krelonën e misrit, vlerë e bëj me çka të më qidhe në shpe. Çka të kom, me qatu e bëj. Edhe gjithmonë më dele mirë. Po, kryesorën e kom djathin. Po, me lukë dhe vlerë, se pritoj me kom 500 sene. Qëtu kom qumsht edhe kom pak hopla. Aha, okej, Bismillah. okej. Ta heki që të... Qëtu e kom gjafin, qëtë ma do pavlak që aty, po më stja qës firmën pavlakit, e nëse dojnë ata prodhus vendor, mu konë sponsor, ajo është kosi, ama kosin. Urnëni. Për ndryshe kur i hedh djath vlera, hajt po kallëzoj që djathin e kom të sharrit, që më pëlqen, e kur dënë me i vendos djath, nëse ka djathi shumë kryp, atëherë do të më rujt, kur ja qëtë kripën do të më rujt vlerë. Se mundesh me, vesh një 2-3 lukë pavlak. Edhe nuk është të nëjë farë procedure gjithqysh e rënditjes për shembull. Gone 2 luga, po? Qysh ta mërmenja, po 2-3 lukë. Që kjo ta mën me sasi, 2 lukë 2. Mirë kam falë. Bismillah, që vlera goti u bëbëlla për veç pak mill Okej. dëgërurit, E që ato veza i ki për mi qika të qysh? ja qita 2. Që vlera, veç pak mill dëgërurit, ja qasë edhe kryhet muhabeti. Kërpa i ke qik?
Jo, kryp nuk I qit, ashtë tash I qes shumë pak. Shumë pak, okej. Kë millimetrit ka njëherë din mi pas do fash si pika që mu më bën vezvese. Po e ti. Qes kryp, po kryp I qes shumë pak. Qëtu unë nuk e bëj fort me ta me ku ti bëj brumat. E kom një farë mos. E jo, masi e di që me djath mundet mu kanë pak ma shumë, qësh me thonë, njën, është vështirë, me pas butar në shpe e bëj, mos me pas, që shmi mi pas të I për rinal, e bëj me vaj, po pite kove të fundit, veç mas po bëj shumë rallë. Amo palacinka e këtu, palacinkat me vaj në diri, mi pjeki me vaj kështu, po mrena në brom ja qes vaj në udhirit. Edhe pitës besa, mrena në brom ja qes vaj në udhirit. Zakonisht ku shkojmë në Shqipëri, blejmë pak ma shumë që me pas që aty. Që të krelon që jom të lulis që shto, këto bëj rafsh për 3 minuta. Nuk ku merë ku ma shumë. Pe jonën mas pari e ku njoft në një rast të humanitetit, si zakonisht, që na muslimon di me qenë shumë human, po di me im shef, të pak të ndëri tash. Tash e tutje duhet me ndru qasje, me ditë edhe tjerë çka bojmë na. Qëshini taku? Një infermiere ka pas nevoj për një karrocë për fëmijë edhe po me një farë grupi e kish postu që ka nevoj, jo besa më kontaktoj mu, ta kam nevoja mëse një dikon që ka me falë, tash o kitë regull, tash në e postoj me një grup edhe jemi me një grup veç motra muslimane në Facebook. Edhe postova ka nevoj dikush për karrocë edhe po më thirë për jonja. Victoria. Messenger, po. Unë e njofra kështu si jamër, po nuk ishim taku vesh në rrugë edhe një selam. Edhe aty jemi taku tamam, dhe me thonë. E ka pru me kërë karrocën, ja kemi dhona asaj e sa I ka rrit kryt fëmit me atë karrocë. Tani kur ku marrë për Kosovë, kum taku edhe e lidhjet që I kanë bazën bë mirësi normal që funksionojnë për çta kam për zemrën e jonën. Ja si luket silikonit ajo. Jo, shkat jetë me bismillah, na I na mësu mjavë qitë pulave tani. Që që s'kena pas nevojë Jo, se ti qatë shish me I mbaranë. Nuk mbesin për mjaftojnë të pula. dashurat e mia, mjaftojnë të shprehi. Okay. Besa një kod gjatë, e kom pas, po. Po shumë ma mirë është mjavë qitë pulave në përfshatra se tash I afrojnë afër Në furrë. kontinjerave. E kom edhe një tenxhere të shpejtone që her pas here e bëj mishin. Po, kësa here ku du që të me... U krye, veç nëse Shumë do- njerëz I pështjellin me folje, po unë nuk e bëj këtë sen se di qështë e kom një vezvese këtë qështja e metalit. Çka kemi me bë për jone, jo vese s'po këputim sen. Kjo përfundojmë me mjerë misri edhe mishi. Veç dhe sa të përfundojnë edhe... Edhe salatër e patatet. kemi që të veze këtu po rrit. Këto s'ka nevoj, këthejmë frigorifar. Është mirë tash me bën gati shto hurme derisa Okej. për ndryshe qika apo marrim pital ka s'po marrim pital A ka. pi qëtë hurme të qëto, Gona? Kemi edhe të misrit, po edhe të misrit edhe Çka me bo? që dalë që ne ka pe jonja une. Po ama që unë I vendosim. Okej. Ju boft mirë, iftar të pranuar. Unë për shembull Nara kum shku. Kum bë punë të katunit. Edhe kena mësu edhe ma shumë I na kanë edhe ma, s'po shumë ma gjëtë në ashta, po Ja, për angazhime. qikalla është për blef për ëmbëlsirën. Sot shumë e shishme po duket.